Me 16 shkurt, pritet të nisë shembje e objekteve të përfshira në projektin TIT. Protestat e banorëve të zonës urbane të qytetit Durrësit që preket nga ky projekt, duket se nuk janë marrë parasysh. Njoftimet e fundit bëjnë me dije se familjet po njoftohen për shembjet e pritshme dhe se po kërkohet lirimi i banesave vullnetarisht. Sipas njoftimeve në datën 16 shkurt, në orën 8:00, Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit i Bashkisë pritet të nisë aksion për shembjen e objekteve që prekten nga zbatimi i projektit, restaurimi dhe rikualifikimi urban i zonës perspektive TIT me vendodhje në parkun arkeologjik të Durrësit. Njoftimi për shembjet ka nisur të shkojë familjeve që përfshihen në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 107 datë 1 mars 2023. Në letrën e dërguar nga Bashkia e Durrësit dhe IBT-ja, që mban datën 4 shkurt 2026, thuhet se është një njoftim për lirimin e pronës së shpronësuar për interese publike dhe kërkohet lirimi vullnetar i pronës. Ndërkohë banorët në protestet e tyre kanë deklaruar se po kërkohet që të grabiten dhe se nuk do ta lëshojnë pronën e tyre.